Mbi 180 maturant të gjimnazit Oso Kuka në Shkodër u dhanë lamtumirën bankave të shkollës. Ceremonia e diplomimit solli emocione të forta për vetë nxënësit, prindrit dhe stafin pedagogjik. Drejtoresha Teuta Çoku, teksa uroi maturantët, vlerësoi arritjet që patën në 2 provimet e para, ku tashmë janë mësuar notat. Mes tyre ky gjimnaz ka edhe nxënësit ekselent. Sot ne festojmë dhe jemi krenar, sepse jeni plot 183 maturant që diplomoheni sot. Ju na bët krenar me rezultate që moret në 2 provime, ku përqindja ishte 100%, dhe tek nota mesatare e gjuhës së huaj me 8.35. Na bët krenar sepse ishit ekselent plot 33 maturant. Ndër këto kishim një 10.00 në lëndën e gjuhës frënge, Megi Mataj, që e përgëzoj. Ju na bët krenar me rezultatet e provimit të gjuhës shqipe dhe të letërsisë, ku edhe aty kishim kalueshmëri 100%, me notë mesatare 7.8 edhe me ekselent na dolen 5 nxënës ekselent, ku në 27 dhjetat 00 që janë marrë në gjithë Shqipërinë, një e ka marrë nxënësja jonë maturante, Mina Zagani. Janë krenari që i shtojnë vlerat dhe shkruajnë historinë e gjimnazit Oso Kuka. Gjimnazi Oso Kuka është një hapësirë që transmeton jo vetëm dije, por ndërton karaktere, ndërton dhe kultivon vlerat tek secili prej jush, ku secili nga mësuesi që dhamsim u mundua të jetë një shembull pozitiv. Ju lutem që pasi të formsoheni e të bëheni profesionist, të vini të kontriboni në qytetin tonë. Shkodra ka nevojë për idetë e të rinjve që zhvillohet e të bëhet ajo që zemra na don gjithëve. Jeni një brez me shumë fat, sepse po rriteni dhe edukoheni në një etapë shumë të rëndësishme për Shkodrën dhe për Shqipërinë. Jeni një brez që shumë shpejt do të keni mundësitë të jeni njësoj si të gjithë bashkëmoshatarët tuaj në të gjithë Evropën. Jeni brezi tek i cili ne kena aspiratat dhe pritshmërit për Shqipërinë europiane, atë që ne duam dhe kena shumë nevojë me e pas. Sot kam një falënderim shumë të veçantë për gjithë prindrit tuaj, familjet tuaja. Ata kanë qenë mbështetja juaj më e madhe në çdo sfidë, duke ju inkurajuar të ecni përpara, por edhe duke qenë një motivim shumë i madh për të gjithë ne. Të dashur koleg, jena të gjithë të vetëdijshëm që misioni i mësuesit nuk është i lehtë, por ju, mësuesit e gjimnazit Oso Kuka, e keni dëshmuar që me shumë përkushtim, dashuri mbi të gjitha, keni ditur të edukoni ndër vite breza që kanë lartësuar emrin e gjimnazit, që me rezultatet dhe arritjet e tyre sigurisht janë nderuar vetë, por kanë rritur edhe prestigjin e gjimnazit Oso Kuka. Ceremonia u shoqërua me muzikë, momente artistike të përgatitura nga vetë nxënësit, si dhe një atmosferë festive që e bëri më të veçantë këtë ditë për maturantët, që tashmë nisin një rrugë të re në jetë.